Pra unë ndofta do ta shifja një lloj riformatimit të Partisë Socialiste, sikur nesër Rama t'i ofronte Ditmir Bushatit një vend në parti dhe të ofronte një lloj platforme për një lloj ndryshimi ose një lloj riformatimi të partisë, si një lloj kthimi në origjinë. Për momentin Partia Socialiste është një fragmentim i madh interesash dhe këtë fragmentim do ta shihni në vijim, sepse paradoksi është sa më e madhe të bëhet partia, aq më shumë interesa kontradiktore inglobon. Duket sikur në fazat e para të komunizmit, Zef Mala apo Sejfullah Maleshova, pa shkuar te Musinem Kokalari, kanë prodhuar më shumë disidencë politike brenda atij sistemi punisë, sesa po prodhohet sot në demokracinë e shekullit të 21 në Partinë Socialiste. Po sepse vim po prapë kjo diskutimi që bëmë më parë. Shteti është shumë i rëndësishëm. Pra, disidenca jote përkthehet në probleme shumë të mëdha që ti personalisht mund të kesh me jetesën tënde të përditshme. Pra, mund të jetosh ti mund të jetosh si intelektual i pavarur sot në Francë, mund të jetosh në Itali. Fjala vjen me punën tënde, me 3 gjëra që mund të shkruash, me 2 libra, me takime të tjera. Sa mund të mbijetojë një intelektual i pavarur në Shqipëri? Zero. Kjo është paradoksi pse ikin shqiptarët dhe ikin pikërisht fasha e të rinjve, fasha e teknokratëve, profesionistëve, intelektualëve. Këtu do të bëja një lloj, edhe pse nuk është aq e vërtet kjo që dua të them, po ndikon shumë ajo që ne jemi një vend i vogël, një shoqëri relativisht e mbyllur, ku secili nga ne mundet të takojë ose të përkthehet në një klientes të dikujt me shumë pak mundim. Pra një shoqëri e cila me të vërtetë duhet të operojë në kuadrin e shtetit, por një shoqëri e cila luksin e lidhjeve të vogla ka shumë të madh. Shqiptarët që ikin jashtë sot dhe që në dallim nga emigracioni i shumë viteve përpara, ndofta kur kemi qenë në student, ishte një emigracion i pa kualifikuar, sot e emigracioni është i kualifikuar. Ky emigracion i kualifikuar kërkon që të arrijë atë baziken minimale në një shoqërie liberale, kushtet e barabarta. Për të arritur rezultate të pa barabarta. Pra nëse unë në Shqipëri kushtet i kam të pa barabarta, dhe natyrisht rezultati do të jetë i pa barabartë në kuptimin që nuk e njeh meritën, por është një rezultat i cili nga pikpamja ekonomike mund të ketë kosto shumë të mëdha për shoqërinë, por këto kosto le të themi nuk janë të përkthyeshme ose nuk janë të dukshme ose nuk merren parasysh, atëherë unë zgjedh të largohem. Kjo është pak a shumë skema. Një mjek në Shqipëri është e vërtet që objektimin e ka të shkojnë në Gjermani sepse mund të paguhet më mirë, por në rast se ti bën llogarit ndofta paga mund të jetë në raport me nivelin e jetesës mund të jetë po aty, por jo në subkonsciencën e tij ka të rrënjosur idenë e sigurisë vetë, sigurisë familjare, edhe të njohjes punës. Për fund, për shkak se jemi në limitet e kohës televizive, a shihni të ketë një shpresë për rritje të përfaqësimit politik në Shqipëri, rritje të rezistencës ndaj mbipushtetit që konsumon Partia Socialiste, apo shanset për rotacion politik? Shanset për rotacion politik janë shumë të vogla. Paradoksi është që ndryshimi mund të vijë vetëm nga një krizë brenda Partisë Socialiste, flas në një kuadër më të ngushtë kohor. Fjala vjen ka zërat shumë për konflikte jo vetëm në majt partisë, por sidomos edhe në nivelin lokal. Janë konflikte banale, por që tregojnë një farë animoziteti brenda partisë, një farë lufte të brendshme, e cilat mund të përkthehen benefite publike, sepse edhe kështu mund të ndodhi, pra që një konflikt i brendshëm mund të na përkthehet në benefit publik. Rotacionin e 2005-s ndodhi për shkak të thyrjes së Partisë Socialiste, le të themi, na bëri mirë ajo. Besoj ka qenë një për të perifrazuar Lubonjën, nëse banda ndahet në 2 banda, mini banda, atëherë është benefit publik. Është benefit publik. Kjo është një, po në periudhën afatgjat besoj që po ka shanse, të paktën unë një parti politike e shoh që është Lëvizja Bashkë, ka një farë strukture e cila mundet që ta zgjerojë përfaqësimin. Partitë e tjera, sikurse e thatë juve, janë parti hiper personale. Nuk du t'i futem debatit dhe analizës, po e keqja është që
neve majtas kemi një parti politike e cila deri diku t'jep një farë shprese për zgjerim të përfaqësimit. Djathtas kemi alternativa politike që janë po prap si thosh vere vjetër në bute, vere re në bute të vjetra, qofse për ata që merren me verë në është gjë e mirë, po për ata që merren me politikën do të thotë që si thosh mund ndryshosh substanca nuk të ndryshon pavarësisht se ke pozicionime djathtas që mund duken si alternativa. Për shembull, lëvizja e Zotit Lapaj nuk është se ka derivuar nga një forcë tjetër politike, arriti të merrte një rezultat impresionues për 69 votash, pavarësisht përfaqësimit të vakët parlamentar për shkak të strategjisë elektorale, dhe arriti të bënte një rezistencë që zgjati me javë apo me muaj para kryeministrisë.